lagosht të mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululani. A do qumë shtapolau, Komarica vjen vërdau. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululani. Një mbrëma të dashur miq dhe mikesha të fejkovni se vini të këtë ejte. Në këtë mbrëmje të disë se ejte të datës 15 shkurt, kështu drejt korik, mirë thot Goni. 16 korik 2026. 6 met, po 6 met, mire ka, 6 met. Ju kërkojnë ndjes të dashur miq. Ju kërkojnë ndjes dhe unë se unë nga trova. Bëni kujdes nga temperaturat e larta. El Niño na goditi. Jo Fernando Torres, fenomeni El Niño i motit. I them larg nga dielli. Ky thotë unë kam flokët kaçorera të dëndura. Nuk më smëzë, janë të bardhë. Mondi të lutem 2 kokër gati. Visi, 2... Po visi kush? Ai 2 paketa. Ha! E vis, si e kisha sot do përcjellim një ngjarje të bukur, demokratike. Ku do e çojmë? Festive, ta përcjellim. Që të ndjekim në thashë të përcjellim që ik domethënë. Nëse ka demokraci në Shqipëri, nëse me të vërtet shikon një frymë besimi se Shqipëria një ditë do të jetë tamam demokratike, jo diktaturë siç është sot, këtë shikon vetëm tek Partia Demokratike, tek Po flasë është. Po kishte më demokratike sa ajo që u bë dje. Liliana, dikjo bui. Edhe zhurmë aty, po se ishte vapa. Shikojmë që ka atmosferën aty. Hajde, Ormondi, Klodi se ta Ormondi. Partia Demokratike zgjuti mbrëmjen e së mërkurës ekipi me cilin Sali Berisha do të udhëheq forcën më të madhe të opozitës drejt zgjedhjeve lokale, më pas drejt zgjedhjeve parlamentare. Slogani i liderit historik të demokratëve në këtë proces zgjedhor ishte ri për të rritje, por megjithatë Berisha vendosi të mos bëjë ndryshime në postet kyçe në parti. Flamurnoka u zgjodh sërish sekretari i përgjithshëm dhe numri 2 i Partisë Demokratike në një garë të lehtë për të, pasi përballë kishte Sajmir Koreshin. Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj do të jenë sërish në kryetar të Partisë Demokratike, duke argumentuar se ata e marrin detyrën për shkak të posteve që mbajnë në parlament. Berisha vendosi të shtojë numrin e nënkryetarëve të PD-s duke i bërë 5. E nga sot nënkryetarët të PD-s janë këshilltari i grupit Nikola Kedi dhe Risa Bajaziti, e cila jeton në Bruksel. Nënkryetari 5 do të jetë Belin Klliçi, i cili fitoi përballë Luciano Boçit. E veç një përvojë reale që u zhvillua këtë herë në Partinë Demokratike. Andaj, për mua është e vërtet, kjo ishte një ripërtypje. Ripërtëritje. Duhet një ripërtëritje e re, por në pozicionet kyçe nuk ka si ndryshim. Qa thash gabim, Mondi? Se ripërtypje janë lopa që hatë i dimbar. Po i ta gjesh paka shumë. Se këta këtë bënë. Do me thënë, tha do bëjmë ripërtëritje të gjithë partisë. Kryetari ndë i njëjti. Nën kryetar në ndë njëjti, sekretari përgjithshëm në njëjti, zëvendës nën kryetar në të njëjtët, këta të rrethëve në të njëjtët, thjesht shtuan një vajzë nga Brukseli, i thanë çiko do të bëjmë ty zëvendës presidente dhe Belon e shkret që u kaput ka 12 vjet për bëjnë asgjë. Hajde futu te ti zëvendës kështu i tha. Po sepse zëvendës kryetari 6. Doktori është zëvendës presidenti i asaj CDU PPUS 17. Po. Po sepse duhet të ajo CDI dje kishin shkruar Kastili duke si Edi, e kishin bërë cënsi me një bisht. Duke thoshte Edi. Por ajo që më pëlqen mua më shumë se kur PD-ja dje me atmosferë të pamposhtur, sa të pamposhtur. Ja, më shumë pamposhtur. Kjo është gjë që pëlqen më shumë. Ka 400 protesta. Për 3 vjet, vetëm për 3 vjet. Imagjino 400 protesta 1 kilometër. Gjë, asnjë. Është kilometri fundi, po në rregull, po si koncept. Domethënë i bie që është më pak se 2.5 metra për protest. Se kanë bërë akoma kilometri fundi. Bëjmë centimetra. Po ishte 2.5 metra, herë 400 kishin bërë kilometri fundi. Më Klodi do Berishë ky havlla jepe. Partia Demokratike vjen në këto momente si një parti e pamposhtur. Zhvilloi në 3 vite mbi 400 protesta. Kjo vere nxehtë në temperatura frëngjisht. Je m'as dit du cœur. Komunikimi digital. Rikujtoni pak ato blogerë dhe influencierë se si u bën. Sigur tishin me shpat,
të meri ti, feri ti. Ne ecim të sigurt në përmbushjen e misionit tonë, në betejën tonë me një diktaturë, e cila në fakt erdhi në këtë pranvere plagosur nga ne, por gjenerata zë dhe qytetarët i hapën asaj vartë që do ta marrin me vete dhe ne do ta shtyjmë atë. Dhe shtyjnë ju? Do ta shtyjë, doktor. Dëgjoj, doktor, të shpjegoj diçka në rast se nuk e dun. Jam i bindur ti e di se ti je specialist i mësuar. Edhe din mbi 40 gjuhë të huaja. I pam poshtu nuk quhesh kur bëre protesta. Kur bë protesta që është i zellshëm që nuk përton dalsh protest. Dhe fakti që ke bërë 400 protesta për 3 vjet nuk është i pam poshtur. I pam poshtur kur nuk humbet zgjedhje. Ju keni humbur rresht 2013, 2015, 2017, 2019, ishin të vjedhura. 2023, 2024, 2026. Ishin të vjedhura. Nga kush? Edi Rama. Edhe 1 milion shuplakat? 2013? Të vjedhura. Po ky tha dorëqen, tha mundi fair and square, tha. Shiko, unë tani Luli, mere... Qa Luli? Që pun ka Luli? Luli në timon edhe... Qala Luli të Kastile. Autobusin Luli timon i Berisha. Autobuzat shpejnë e vinë nga Saranda në Delvinë. Po si gudzoj ajo vajza? Kush vajzë? Po qështë e një atje që vajti doli doktorit kunder? Wow! Kuj doktor? Tash Adnam. Do shnosh emrin asaj... Ba emër mbi emër, se asaj ka për... Të vetë përjashtohet. Ajo dhe drejki vetë. Të vetë përjashtohet. Ka për të vejgjur qesera. Ftojmë komisionin e zgjedhjeve të përgatis nisjen e procesit. Patjetër. Iliriana, paraqitja e rezolutave ka rregullin e vet. Absolutisht do kesh të drejtë të paraqesish sa herë të duhet, po vetëm sipas rregullit. Iliriana, edhe një herë. Atari, Iliriana. Sot ka një renditje. Do kesh të drejtë. Të lutem 1 minutë. Po jo, po nuk mund ta shkojmë statutin këtu ne tani. Edhe një herë. Ke komunikuar me mua sot. Të kam thyer përgjigje, të kam thënë, ndiqe statutin. Asgjë nuk ju mohohet. Kurdo? U fikën dritë atë. Po e marrë. Dëmë masjaro ti. Doktori thotë kësaj që ti ke të drejtë. Por s'ke të drejtë sot. Po s'ke drejtë sot. Po se sot s'kishte drejta. Dje. Dje, atë ditë s'kishte drejtë. Lana. Iliriana, po i flasë shkurt me përkëdheli. Se Iliriana do i flasë sama me emre plot. Po me përkëdheli. Mirë, okej. Obana. Njere grone. Po ju njëzve me emrin që ka vëne jema i atë, jamant. Jo. Faktikisht kjo shumë gabim. Pse gabimo? Po shumë gabim, jo shumë gabim. Por e kishtë të dalë e thoshte kjo mulizimi partise e këtë. Qa është mulizimi? Kush? Si që është majkizmi. Majko i pësës, majkizmi. Mulizimi, qa është mulizimi? Mobilizimi. Mulizimi? është që bërë mullim, mulligjiu. Rëzishta? Mullije. Për kafeno? Pa, jepe që ko... Vigjon qato. Kur themi riportëritje me flamur nokën nuk ka. O duhet jetë riportëritje plot Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj, ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mund që në Partinë Demokratike, cili do që të bëj karrierë, do duhet që ta mbështesi muli. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Si fitoj ky në mënyrë të pandershme? Po jo, një sekondare. Muli nuk fiton në mënyrë të pandershme, fiton tamam vota, është sekretar përgjithshëm. Po pëlqeu kjo thotë Iliriana që të bësh karrierë në PD, duhet të mbështesi Muli. O Klodi, ka mbështetur Muli ty që je bërë drejtori forumit të gruas? Si pshen brava kolonës. Mër Klodi. Mër Klodi. Bëf sa më shumë karrierë. E pe ato votën që kishte kapur Klodi në votimin për Mulin? Ishte me Sami korrekt. Jepe që ka mundi. Hape planin. Dashuria hyrë në kutin. Flamur Noga, dashuria atje. Dashuria hyrë në kutin e votimin. Flamur Noga ka bërë me kështu. Pa duhet të dali pa vlefshme, se nuk votojt me zëmër. Zemër, hushta. Ko Klodi, ti vota jote është kjo, vla. Po jo, është me Klodi me këto dorë femre. Po nga që e ka mbështetur në partije? Nga mënyrë si e ka shkuetur dorë femre ashtë. Dorë femre? Po si, dëgjoj mua, mund t'jetë edhe gazbari, se këto ko kanë kaluar mirë.
Here. Obano. Here. Ore, do të djesh doktorin që këta që u zgjodhen tani të ri për ty pjesë. Të ri për ty pjesë? Po. Të ri për të rritje se gona. Ja vash. E bre, për të në sigurisht lopa të rëbar. Po, ore, kështu është mirë tonë, unë gjova Klodin. Ri për typja, ta? Delja ri për typ, lopa jo. Delja në fakt ri për typ. Delja, lopa. Kafshë që kam plënës ri për typin. E mbajnë plënës e për typin ka. Dëgjoj që këta një Partia Demokratike mbyll procesin e konstruimit. Sot ajo ka një ekip që nuk e ka patur kur më parë. Është ekipi më e prorë të njëjtin ekip e vëlla. Në të gjitha kohërat. Si që shifni, ne votojmë me 2 kandidatura, votojmë fshehtas. Kë votuat për shembull? Jo, ajo është sekret. Por kjo është vetëm një forcë politike që votën e paraqet para një. Ka i padë. Tjetri, që nga 2.000 mama gjerësot ka ekzekutur votën. Nuk kanë botë kështu, t'jesh i sigur. Statut, ajo është parti komuniste. Por edhe kjo parti, kur ishte parti një punës, votonte. Votonin formalisht, por votonin. E kuptove. Te varë ka ty. Nga... Tja për shpej që guen verë. Nga lindja vim drejt lindjes shkojmë. E kupton se çfarë fitore, çfarë ripërtypje që bëri, bravo. Bravo. Këtë ekip që kishe nuk e ke pasur kur këto 9 vitet e fundit. Vetëm 8 vitet e fundit e ke pasur. Ondi futet që ka të muzikën me valle. Nani, no pa. Flamunoka mbetet në krye. Aty mbetet në krye. Asnjë njeri në PD, edhe pse kjo forcë politike është krijuar nga studentat dhe intelektualet, të njëjtët mumje. Kush e ka bërë këtë? Një socialist. Po, jam i sigurt. Çka ka në Flamurnokën amarrë të keq? Po çka ka bërë Flamuri keq? Po shi vetëm ish për të parlament çon çik zërin. Po, i vetëm. Është vetëm kur i bërtasin doktorit që të këm çatë ti i thotë, jo me të blot vot, ja bën të kështu. Po shi vetëm i vetëm. Po mbajt partia me Gjek Markan që e bëri Rama les në intervistë stazje. I tha, a mund të na tregoni ato që kemi marrë dhurat? Jo, s'mund t'i tregojmë ato që kemi marrë dhurat, na lesi muhabeti tha Rama. Se ata ishin një grup. Po Gjek Marka çau për Basha. A do të dëgjosh apo jo? Do të dëgjoj. Ky grup i këtyre deputetëve këshilltarëve, antarëve të Këshillit Kombëtar të PD-s, në rezolutën që i drejtuan Këshillit Kombëtar dhe kryetarit, thuaj që Partia Demokratike duhet t'i bashkëngjitet protestës, kërkesave të protestës. Të vej Berisha në Burg. Po çfarë them unë i shkreti? Do vetë përjashtohen këta? Do vetë përjashtohet Berisha. Çfarë thua? Po, dhe do vetë futet në Burg. O Klodi, na jep çka kanë thënë ata qytetarë shokët tu? Një grup deputetësh dhe antarësh të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike i kanë drejtuar një rezolutë Berishës ku kërkohet që PD t'i bashkohet protestës dhe kërkesave të saj. Domethënë protestuesit bërtasin Rama në Burg, Berisha në Burg. Tash pyetja është e thjeshtë. Çfarë do bëj Sala? Apo vetë përjashtohen ata që kanë bërë këtë rezolutë? Kjo është pyetja. Do t'i përjashtojnë. Do t'i përjashtojnë. Shumica, Berisha edhe Rama do të takosim në Burg. Gjë, politika i ka të gjitha, pra Ka. Politik. Pra të mëndë dërsa jashtë politik, këto i luem ndryshe, disa mendimi janë që nga shta Sala vetë organizon të, disa të tjerë thonë ndryshe, sepse është, mund të thonë edhe Predin, kam dëgjur dhe zëra kështu. Organizon Edi? Po, që organizon, pra këtë politika shumë e thellë dhe ato që i merren dhe gjatë shumë, ato e kuptojnë shumë mirë dhe në njërës të thjeshtë në ushtarë së mund t'i kuptojnë. So që do bëj Berisha në këtë rast? Ti, të dy ti. Pa ti dhe Berisha? Pa. Kujtë Berisha do javë atje 50 jenë. Ska tjetër Tirana një dalë atje. Po ta që do vetë përjashtohen? Me këtë se kanë bërë të rezolut? Kush? Ta që kanë bërë të rezolut? Përjashtohen gjithë për dhe, Sali Berisha. Respekte. Janë të gatruara. Janë të gatruara çështjet, sidomos politika. Sidomos politika, që ka interesin i pari tyre. Që që nuk zhjetë kollajke. Po mi Berisha si pas ju, shumë pyetje e thjesht, duhet dalin protest? Nuk flasë zotë Berishën se i nofë shumjes. Kam pas të vërë shkollë të mesme, e më të lartë. Nuk flasë zotë. Duhet iki Berisha? Për kështë ikë. Me po, nga brenda PD-s i kanë kërku Berishës me dalë me u bashku me protestën. A do dalë Berisha? Se besoj. Se në proteston Rama ik, Berisha ik, pra është dhe kjo. Se besoj edhe zduhet që të dalë.
Edhe nuk duhet që të dalë. Edhe s'duhet, besoj unë, e kështu mendoj. Po pse s'duhet dali? Opozitës. Të them diçka, njëri tha, i kështë dhënë një mushama, një mikut, se kështë zonë shiu, po, edhe i thot ky, thot, atë shpëtova, e shile. Ndash mushaman. Por e tha, u fut aty në ujë, ku ishte një lum i madh, aty u fut në atë lumin e madh dhe doli. A do ishem lagë, tha ma shumë. Mora vesh, por... Kudo në botë i thonë ozon, brima e ozon. Po këtu në Tiranë i thonë ozon electronics. Vraponi në Surrel. Po në Sauke, dajko në Sauke. Jo, mira vashti. Ose dhe mbikalimi në zona stiv, ose dhe medreseja, të tregu elektrik, gjamlik, ose futun në internet, www.ozon.al, dhe bërë në 24 deri në 48 orësh, ju vjen porosia në shtëpi, si që keni porositur. Ozon Electronics, i jetoni më mirë duke kursyer, dhe në qoftë se përdorni, në qoftë se përdorni kodin ri për të rritje e PD-s, përfitoni 0% ullje fix, aq sa kurse po përdor kodin ri për typje nuk keni ullje. Dhe ri për typje s'ka. Publicitet mund. Edi Rama, drejt për drejt nga Fejkov, të kujtohet ajo ironia, ajo talja që bëre atje në mbledhjen e të komitetit e qajka të këshillit parlamentar të deputetve, dhe ministra, një sekundë, po flasun, kishe respekt për Dajkon. E jepe që këmondi si e ka thënë se do të jam kapur keq me Ramën të ratë. Është edhe një thirrje për një marrëveshje të re, për një Shqipëri të re. Dhe kam parë që ka edhe shpirtat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin e Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë, sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën prej cilave e mbante Fatos Lubonja. Fatosi poshtë, flamingo lartë edhe Shqipëria e re. Po flamingo erdi? Se dion që flamingo që nga femër? Jo, se nga që i mbi Fatosin, mund të edhe mashkull. Po jo, se kësha për atë unë, flamingo që solli këtë. Kush flamingo e solli? Ako më tjerë? Kush flamingo e solli? Albano, po se më në veshti që mbriti Shqipëria e re? Jo. Po e solli Eliza. Me gjma, Eliza Spiropali, Eliza ime? Jo, tja. Eliza që është flamingo. Kryetari i partisë ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partisë. Kur do ta bëni këtë? E mbajta premtimin sot dhe sa po dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Vetëm një dokument i imi është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, ja kam drejtuar kryetarit Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, Asamblesë Kombëtare dhe çdo anëtarit Partisë Socialiste. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Si shkëlqejnë flokët. Po jo, ma ka një gjë. Sepse realisht, o do të mendoj kjo për Shqipërinë e re, kjo ka qenë ministre për parlamentin në qeveri. Ka qenë kryetare parlamentit. Ministre i jashtme, nuk ka patur, e lëm ato, le mondi. Mos dhe gjo Klodin tani, jo si ka qenë flim, si e bërë tani. Por pëse më njeriu nuk evoluon, nuk zhvillohet, dashe, qa do ti me fustan fshati? Në mërzitët dhe një, dy edhe, jo po qanda jo. Jo po ashtu e po Klodi, shqipar atë për dësë. Ylli Bukur është i menit keqe. Ylli Bukur dhe është kryeministri i ardhme e Shqipërisë. Më tha Klodi që ka hapur zyrë, kjo dhe vem fshehura zikta. Pse fshehura, ata të vjen si burrat hapur. Të PS-s, deputetët. Po të vjen hapur, çka kush kanë frikë? Nga Rama kanë frikë. Spiropali hap zyrë në blok, hyn e dalin deputet të Ramës. Po dhe kjo hapur fare në blok njeriu, hap çik me stil qytetit vjen ata. Ju mi sa be gjitur me PS-n. Kot fare. Prito një sekundë. Qa thua ma? Unë nuk të thash ik me shalqi falas. Thash ik me... Se më tha mua do të marri shalqi me qëmi të ullet. Shalqi? Shalqi. Që shalqi? U shalqin ato që vinë nga fjeri nga Divjaka. Po atë kjo këtu poshtë. Që kë? I thash u shko sa i e ka të lirë. Qmimin. E kështë me 150 lek. Se janë me 300 lek... Po ku do dalësh? Ku do dalë në të kjo? Po e pesi bërtiti... Kush? Po Erioni, braçe. Kujt?
seriozisht e? Për zotin si që më bënë? Po i kore Pirdu. Po Pirdu vjetë bëna i të ndohë? Jo, i thot ari. Më falë, kërko mirë. I Pirdu tipe. Përja që përdore thot nga këta, nga ky grup, i bërë bashkë në një, është shumë e thjeshtë. Do të alësh Shalqinin me këtë qëllim, me 5 lek, me 6 lek, apo jo? Jo, po ik Pirdu më falni për shprehen, ik Pirdu se nuk ta marrë. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Vjena dy Shalqin në fekove. O mondi, e morë vesh. Se vjena i tjetëri që ka 100 hektar, thot po do me kaq s'do, ik Pirdu. Mondi, pra, ne jemi këtu, ti thua shpejt, po s'të pëlqen? Po s'të pëlqen publicitet. Jo akoma, mi më falë. Jo. Tani, sepse më ngeli mëndja... Të ngelet mëndja fiksohesht, e kam mërë e jo. Një sekondo, se ti dje më shkarkove mua nga investitor strategjik, se u shkri kjo. Të shkarkova unë të bu për ligji. Po ky Osmani... Kush Osmani? Ky Osman Turku, që ka marrë toka në Shqipëri. E thatë ky Erald Kaprolli, si ka... Nga nga tosh Osman Turku me Erald Kaprolli. Osman Turku ka marrë toka në Shqipëri. Osmani e që ka luetur atë... Dëgjo, të lutem, ma të regos të nuk marrë vesh. Mondi. Jepu shpjegim shqiptarve se si do japë është ti tokën e vlonjatëve 1 milion metra katror tokë, ti personazhe këto. Kene përgjigje për këtë, për ligjin që keni bërë me porosi. Po ti hape qik planin e Mondi ta shikoj personazhin. Apo do nxjerrësh letrat e Bigjotit e do fillosh të bësh Bigjos prap me fatin e shqiptarve. Është ai 1 milion aktori turk. Po bëj mora vesh, mora vesh. 1 milion metra katror? Ku diu se ç'a... Mo që janë qik shume? Shumë bëvaj. Po 1 milion metra katror, më duke janë qik shume. Edhe jam lodhi dhe... Sa i bje? Bja fërsi 100.000 kilometra katror e dajko? Po nuk e di, po ama i bëri ta Ulanti, doli ai Gonja, që shitur një shtëpi... Kush Gone? Gone shë ai. Ai shkurtri? Së shkurtri, më flokë. Shkurtri shkurtri. Edhe doli dhe bëri ta Ulanti, jepe që ka mundi, leri ato, Klodi. Edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq, edhe shtëpia e Madonës, jo e Gonës, po e Madonës, 151 metra nuk do bënte 15 milion euro, pavarësisht famës së madhe që ka marrë Gonja, petat e byrekut po hapen. Qa kanë me ty e Gone? Po Gone, falja Gones. Taulan, tani, unë si Gone, po të regoj se si kam bërë parat. Se gjithë thonë po si bëri parat këj njeri emigranti, me punë me djerës, deri sa më vdiq stërgjyshin në Australi, dhe të rashgova gjithë pasurin e ti. Po, kreti dhe ato 400 euro që bëri gjima me atë... Po, edhe këtë tjetërën, pastaj, Gonja, dhe gjoj për Gonen, dhe vajti Gonja lartë në Surel. Thoshte për Gone Sheon, kështë, kështë me tyje? Shehaj, një është. Thoshte për... Për mua, ku kras... Pas se foli për ty se të gjo më e... Unë shtëpin me Maliaj, 52 metra katror, e shita për 8 milion euro, dhe së më thot njeri gjithë... 8 milion lekere, i bre grobën vetes. Lekë? A i takat me tifet 8. Qa thua? Po pëse... Shëndet, dhe si ke marrë akoma, thot dim qëna. Milion euro. Dhe si ke marrë akoma, thot dim qëna. Unë dhe milion euro. Lek, qa milion? Po lere ti e milion euro. Po që milion? Po që gjelot? Po mos tuaj 8 milion, do të marrë njërë do grabisi rrugës, 8 milion euro. Po s'ka të grabisi ma, 8 milion euro, i kam edhur në bank. Në bank të kujt? Atje. Dhe si ke marrë, si pas ke marrë akoma, thot nim qa. Dhe gjë Gone në vërtet. Po shikoj vilën e Edi Ramës, se pasi u morën me vilën time, thash, ore, kjo vila e Edi Ramës që ka deklaruar vetëm 400.000 euro vlerë, një ku kemi deklarata e pasurisë e Edi Ramës, thash të shkoj një, tani ka 4 godina, li 1.000 metrë katror ndërtim, dhe kësat ka kushtuar vetëm 400.000 euro. Tani mediat dhe propaganda e Edi Ramës, qartësisht, merret me këtë vilën, që a bën mu, që është një vilë ndërtuar me parat pista, me parat e korrupsionit, po merren me vilën time prej 15 milion euro. Kam shitur një vilë prej 500 metrë katror pothuajse në Forte dei Marmi, një nga zonat më të shtrenjta të Italisë. Po, e ka shitur Gonja. 15 milion euro? Po ku e gjete Gone, këtu është mua betje? Po që të do tyre? Ata thashu për sërgjyshine. Po këti si për të këtë jeti Rama këti? Pastaj e Ramës mund jetë 1.000 metra katror. Po e ka bërë me materiale kotin ndoshta. Do listën e atyre do arrestojnë nga PD-ja? Jo. Po edhe të është s'kam qatë temë, sepse e bëri pushim dje, pupja. S'foli për një gjithare dje? 4 orë muzikë qoj.
Trimi pëllum pilin qi, kombi po i jep shpres, bashkoj troje tona, o patriot me bes. E, që e vjen kështu 4 orë? 4 orë, ja e të keke. 4-28-36. Ti bjen në një telefonë në japë. Po, bjen. Mbaj, për i sa ka nëmbin. Sa thotë, se të shohë? Po, mandi, lere. Sa thotë, sa thotë? Po, dale, sa thotë, 068, sa thotë? Po, lere, sa s'kemi ko. Jemi. Bano. E gone. Ke parë jashtë toksor me sy në një në afërti? Ke parë, unë ka pas 20 sa dashnore jashtë toksore. Po si i dalon në bujtë? Qysh i daloj? Flas telefon, me email, me gjëra, me Skype, bëjmë dashuri. Po si i dalon, po mirë dashuri, nuk e diskutoj fare unë, nuk ka se si, po s'bërë dashuri ti. Këta që është energjim, po. Si i dalon ti? Qysh i daloj? Shikoj i daloj. Po mondi thot, se po zisha me mondin. Po pëse zish me që? Po se thoshte ka sy të tretë. Që ka? Ka sy të tretë ata. Ka është toksor që ka në 26 sy. Që thua? Betojnë. Po se del kjo vajza që i ka parë në kavajt Los Angeles. Kush vajzë? Kjo vajza si e ka Marda, Ameda, si e ka. Qafë? Ja. Ato janë edhe në disqet që tjertë nuk i shikojnë, sepse janë në një fush magnetike ndryshe që vetëm syri i treti themon, ose persona që e kanë atë fuqi i shikojnë. Unë i shikoj, unë kam të drejtën të shikoj, kur janë edhe në Shqipëri, edhe kur shkojnë në vende tjera, i thamë po, që i shikohen anijet kozmike që na ruajnë, dhe nga ana tjetër shikohen edhe persona që janë me trup. Në mënyrë fizike, midis njerëzve nga njëherë dhe i shikon domethënë dhe ka gaze, unë e kuptoj feels kur janë për shembull këto lloj racash dhe si janë të maskuar me gjyslyk ose kështu. Maskohen si njerëz, maskohen si njerëz, komplet si original pa. Po i dallon sepse kanë disa gjëra që ato kush i kupton çfarë janë jashtëtoksore dhe toksorët i dallon. Ndeko, kam një pyetje dëgjoj. Pse s'dalim ne themi kështu budallëqesh, e themi po doni 1 milion lekë dita honorari. 30 ditë muaj, se s'te ditë marrim me 30 milionë lekë muaj se cili. Rasa Venus e alienve? Rasa kush? Venus e alienve. Më duke dhe Venoze. Jo, Venus. Venus se di. Ja, urdo. Ore, lem tani po bullaqe thot ky. Ka janë shkurt sa vetë. Nuk ka vjen kush te tati i alienet ose jashtëtoksorët. Mendoj që ekzistojnë me miliarda vite në tokën mam. Në tokë? Në tokën mam. Dhe ne jemi raca të krijuara të ndryshme. Pse kemi raca të ndryshme? Sepse vim nga jashtëtoksor planete të ndryshme krijimi. Për shembull, thonë që raca Venus ka racën me sy bojshiell. Persona që kanë sy bojshiell dhe i qikishill vijnë nga raca Venusit. Dhe disa racat e tjera, Mars e Jupiter, kanë për shembull thënë racën e zezë afrikane dhe racën e verdhë. Mondi, të lutem javës tjetër kemi kënaqësinë e veçantë ta kemi në Fake Off. Dëftoj me vajzën. Ku vajza? Ti. Po mos më dallon mua që jam alien. Se pas ka syrin e tretë kjo. Venus unë. Po unë ja zë syrin e tretë. Paleta ne. Ja mbuloj. Të dashur miq, ne nuk jemi thjesht shqiptarë dhe toksor. Ne jemi dhe jashtë toksor. Jemi bërë bashkë. Po pse tash na mbron hëna. Tasimi, po pse duhet ta gjej nga goja një femre ti? Tasimi shket mbajti 7 vjet celibasi quhet. Atëre celibasi di më thënë. Berisha quhet agjerim seksual. Berisha e mbajti Tasimi 7 vjet që vetëm të arrijë të shkonte alienet. E s'beson atë shket në një vëri sakrificë, beson këtë ti, duhet ta gjej nga kjo ti. Do të takojmë sërish nesër si mbërë me funksionar. Nesër kemi të ftuar special. Kujdes nga data. Mos hyni në kone. Natën.